Përshëndetje. Ku arritëm në dhjetin e parë të muajit korrik. Data 10 korrik 2025. Duket se nga ndikimet planetare, pikërisht kjo ditë është një ditë e shënuar dhe veçantë. Kemi të bëjmë me hënën e plotë që zhvillohet në boshtin Gafore Bricjak, që merr pjesë dhe Marsi në një kënd pozitiv në trekëndësh tek Virgjëresha dhe një ndikim tek Jupiteri. Kjo është një hënë e plotë veçanërisht intensive, kryesisht për çështjet të marrëdhënieve tona profesionale, personale dhe dashurisë. Gjithashtu, ka të bëjë dhe me disa kënaqësi, do thosh shpërblime. Do thosh shpërblime sepse ka të bëjnë me një ndikim shumë të madh, me një çështje madhore, kjo do të thotë në shpërblime në punë. Dhe kjo ka të bëjnë me të kaluarën, një kohë që juve ose nuk keni marrë disa para, ose prisni të merrni, do merrni pak më tepër se ç'duhet, sepse ju takon ta merrni më tepër për arsye të kohës. Dhe kjo do të thotë që ka një ndikim mjaft të mirë. Këtu ndikohen shenjat impulsive. Por cilët janë shenjat impulsive? Kryesisht është dashi, gaforja, peshorja, pricjapi të dhjetëdiçit të dytë. Këto janë ndikime, ose ata që kanë ascendente ose planete në këto shenja sapo thash. Pra ndikohen në këtë drejtim. Por gjithsesi është një mundësi mjaft e mirë për të zgjidhur çdo lloj çështje, çdo lloj problemi që ka të bëjnë në këtë drejtim. Por para se të fillojmë me parashkimin e kësaj date kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një për gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për çka ju dëshironi. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, shkojnë tek sekretaria dhe më pas jeni gati për të rregulluar në gjërat e juaja, në çështjet që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me karrierën, kanë të bëjnë me ndryshime të mëdha që ju keni ose dëshironi. Dhe kjo do të thotë që është një moment mjaft pozitiv, dhe atëherë kur është pozitiv, do të thotë që duhet me patjetër të zgjidhni një nga këto paketa që juve t'ju ndihmojnë për sa i përket çështjeve që ju keni, sepse mund t'i shikoni atje. Dhe më pas tek sekretaria flasim bashkë nëpërmjet Viber, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që çdo video që astrologu.al ngarkon në YouTube dhe në kohën që ne jemi live duhet të dërgoni mesazh. Kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe duke klikuar jeni gati pastaj për të biseduar, për të folur për gjithçka juve ju intereson. Tani, pa humbur kohë, të fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Çfarë ndodh me shenjën e dashit, ku ndikimi që ka të bëjnë mundësitë që jepen në këtë periudhë dhe pse këto shenja që kanë të bëjnë shenjat impulsive, ku juve futeni tek shenjat impulsive, përsa përket 1000 arsye në lidhje me punën tuaj, lidhje me dashurinë. Me dashurinë sidomos është diçka shumë pozitive dhe tepër ideale në zhvillime. Lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë miqtemi të shenjës së dashit, duket se ka të bëjnë me bricjap dhe me luan. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, megjithëse shenjës së demit tani në këtë periudhë kanë disa mundësi. Këto mund të quhen mundësi të arta në lidhje me punën, mundësi ideale në zhvillime, në ndryshime, në karrierë. Në karrierën sidomos juve jeni haja dhe zhëja, pa çka se nga ndonjëherë gjërat mund të mos kenë qenë ashtu siç duhet për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të ndryshimeve, por dhe mundësi të artës që keni tani tutje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjatë që kanë bënë janë me gafore. Prandaj bini pas mikëtimit të shenjës së demit, sepse një shenjë toke me një shenjë uji për të ditë është ideale, ose keni pasur debate, zgjidhet pa u kuptuar. Po, nuk është nevojshme ta marrni vesh Anglia që jeni ndar ju, por ta merrni vesh me njëri tjetrin që të gjeni zgjidhje. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Për binjakët tani në këtë periudhë
është arsyeja që shenjat e ajrit zakonisht kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me marrjen e vendimeve të rëndësishme, sepse gradualisht nga nesër keni tëra gjëra ju vetë bitjakëve, sepse të flasim për ditën e nesër, flasim për këtë ditës së sotme, por gjithsesi të ditë shenjte, për ditën e nesërme. Ka të bëjnë shumë në lidhje me punën, ka të bëjnë shumë në lidhje me karrierën dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur. Në çështje e lidhur me anën shpirtërore, marrjen e vendimeve të rëndësishme, mundësitë, rëndësitë që jepen tani e tutje, është periudha ku gjërat do të diktojnë, do të ndikohen pozitivisht tek juve dhe është një mundësi shumë e mirë për stabilizimin. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Luan dhe me Ujor janë të mbara, por një vëmendje do të bëni me Akrep të ditës të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë gaforja. Për gaforet, në fakt gaforet duket se kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme për stabilizuar ekonominë dhe biznesin, por do bëni pa kujdes me dashurinë miqtë mi. Sidomos një lidhje me peshk apo me akrep. Me akrep sidomos bëni pa kujdes se gjërat janë paksa disbalans. Keni kujdes mos u nxitoni për marrje vendimesh. Mirë është më shumë të dëgjoni sot se sa të flisni, jeni të fituar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Ujor është dalja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Luani. Për sa i përket Luanëve, Luanët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë stabilizuese në karrierë, në veprime, në vendime të rëndësishme që juve keni dhe është një kohë shumë e mirë e përshtatshme për sa i përket punës, për sa i përket karrierës dhe marrjeve e vendime të rëndësishme dhe ndryshimit të madh që do të keni tani tutje. Është një moment shumë i mirë tepër i mbar mbi takime pune, mbi vendime që merreni, mbi takimet e përgjithshme që do të keni, është një moment shumë pozitiv dhe madje i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problematikën tuaj te momenti që keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, duke pasur parasysh disa takime që do bëni tani ju. Këto janë takime rutinë, por nganjëherë do ngeceni se ka të bëjë shumë dhe me ato që ju pëlqen më tepër, por meqense Luanët e kanë këtë, është një moment mjaft i mirë dhe pse jo mund të zgjidhni një problem apo një ngërë që mund keni pasur para disa kohëve dhe është një mundësi e artë në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me akrep duket të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Virgjëresha. Për sa i përket Virgjëreshës, duket se tani për tani është një mundësi mjaft e artë në lidhje me takime pune, në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin, por në anën tjetër, duket se juve i keni të gjitha mundësitë e zhvillimeve dhe të ndryshimeve të mëdha që do keni tani tutje, dhe kështu që kjo ka të bëjë me takime pune, mund të jetë dhe takime rutine, po e rëndësishmja është çfarë juve doni të bëni dhe çfarë doni të përcjellni në fushën e dashurisë. Por gjithsesi, ndikimet që kanë të bëjnë tani në këtë periudhë, në lidhje me punën nuk ka vend për të shqetësuar, sepse do keni një ndërprerje të përkohshme për punën tuaj ose do merrni një leje, nuk e di arsyen, diçka do ndodhi për këtë ditë. Mirë është që ta rishikoni edhe një herë çfarë doni të bëni, sepse është dhe koha më e mirë e mundshme për sa i përket çështjeve madhore dhe disa gjëra që mund të keni në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak dhe me bricjat janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, peshorët duket se tani kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime, marrje vendimesh të rëndësishme. Me vendimet të rëndësishme do i marrni se s'bën sepse ju takon, por ka dhe diçka shumë të madhe në lidhje me një mundësi të artë që kanë tani, një kohë shumë të përshtatshme financiare dhe në lidhje me biznesin. Kjo do të thotë që gjithmonë peshorët kanë mundësinë dhe anën e tyre më pozitive, kanë një ndikim shumë të madh tani në ekonomi dhe stabilizim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dente dhe ditës së parë dhe me ujor janë të para. Shkojmë tek shenja e radhës. Do thotë akrepi. Për sa përket shenjës së akrepit, meqense akrepët tani për tani, jo se kanë një dilemë kush e di, por mundohen që të jenë koshient me ato çka ndodh. Por megjithëse tani për tani e kanë dhe si mundësi, është mundësia më e mirë e mundshme për sa përket karrierës, punës, biznesit, vazhdimësisë dhe korrektësisë. Korrektësinë sidomos është momenti më i mirë i mundshëm tani në këtë periudhë.
në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të 10 ditë të parë, me ujor të 10 ditë të tretë, është perfekte akrepi dashur. Mos e vini veshin se çfarë thonë të tjerët. Juve e ndjeni vetë në shpirtin tuaj, në energjinë tuaj. Po të tjerë se çfarë flitet është tjetër gjë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa i përket shigjetarëve mund të them që është një kohë tani, është një kohë e përshtatshme për punën, për karrierën, për ndryshime, vendime të rëndësishme që keni. Dhe jo vetëm, është një mundësi shumë e mirë tani, sepse kjo është periudha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, por kjo do të thotë që është karriera ajo që do të keni mundësinë e zgjidhjes së problematikave të ndryshme. Megjithatë, mos u shqetësoni se çfarë të tjerët flasin për ju, sepse nëse juve shqetësoni, atëherë të tjerët do gëzojnë. Kështu që nuk keni pse të mërziteni për gjëra të tilla. Është koha për të vepruar dhe për të ecur përpara. Mbi çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me vizieresh janë të bara. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë britsjapët. Për sa përket britsjapëve, dashur, ka ardhur koha dhe momenti tani që juve ta shikoni çfarë do bëni ti si përpara në ekonomi dhe në stabilizime. Në lidhje me ekonominë, duket se gjërat janë në pozicionimin më të mirë të mundshme në ekonomi, por edhe disa çështje gjyqësore që do të zgjidhen, disa çështje madhore që do të keni tani tutje, por është edhe koha më pozitive dhe më e rregullt për stabilizimin tuaj dhe punën. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep dhe me dëm sidomos bëni pa kujdes, mos u nxitoni, sepse ke dëgjuar disa fjalë, por fjalë ajër, mos i vini re e këtyre gjërave, sepse dy shenja toke sado që të grindin për të mirën e familjes, jo për të mirën e komshiut. Me firme Vulli Orgopulla. Kujdes këtu. Vazhdimësia në lidhje me një bashkim familjar duket se është më peshore. Vijojmë me shenjën e radhës, që do thotë ujori. Për sa përket ujorëve, ujorët janë në rrugën më të mirë të mundshme, kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me ekonominë, me stabilizimin dhe periudhën e duhur për sa përket gjërave të mëdha, lidhje me, sidomos, e flasim dhe them gjithmonë, është me ekonominë. Ajo do të keni mundësi shumë të mirë, shumë të artë për vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me binjak duket e para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë peshqit. Për sa përket shenjës së peshqeve, edhe pse tani në këtë periudhë kanë pasur mjaft debate, kanë pasur shumë gjëra që nuk i kanë zgjidhur akoma, por vjen një moment tani i zgjidhjeve të problematikave nga më të ndryshme që mund të kenë pasur, nga çështjet që tani kërkojnë zgjidhje dhe e marrin zgjidhje nga ana juaj, por duket se diçka shumë e mirë tepër pozitive do të arrihet falë zuarsisë suaj dhe maturisë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëreshje dhe 10 ditë të parë, e binjak të 10 ditë të tretë është idealja. Këto ishin pak a shumë miqtë e mi për sa përket parashikimit të datës 10 korrik të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë ju rikujtoj edhe një për juve që interesoni për i parashikim të detajuar, kemi pikërisht këtë paketat që mund të zgjidhni tek astrologu.al, e shikoni aty, e zgjidhni paketën, më pas e dërgoni tek sekretaria dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viber, WhatsApp-it apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që jemi live, doni të dërgoni mesazh, të dërgoni mesazhin tuaj, kemi këtë butonin këtu, e dërgoni pastaj mesazhin dhe merrni live përgjigje. Unë ju rrepulla, më të mirë një orë.